Na ka ndodhur të gjithëve, më shpesh se sa duam ta pranojmë. Gjithçka po shkon perfekt. Biseda rrjedh, kimia është aty, takimet duken si të shkëputura nga një film romantik dhe papritur, heshtje. Personi zhduket, asnjë mesazh, asnjë reagim, asnjë gjurmë. Sipas astrologëve, këto 5 shenjat të zodiakut mbajnë rekordin për të zhdukur pikërisht në momentin kur marrëdhënia fillon të marrë hovë. Jo se janë të këqinj, por sepse emocionet e forta, frika e refuzimit ose nevoja për liri i shtyn të largohen para se të lëndohen. Binjakët, mjeshtrat e zhdukjes së papritur. Me binjakët gjithçka nis në mënyrë magjike, biseda të gjata, energji, humor dhe një ndjenjë si kur jeni të lidhur telepatikisht. Por kur marrëdhënia thellohet, te binjaku ndizet alarmi i brendshëm. Të sunduar nga Mërkuria, ata duan komunikimin, por kanë frikë nga intensiteti emocional. Në momentin kur gjërat bëhen shumë serioze, binjaku shpesh duket për të ruajtur lirinë e tij, edhe nëse në fakt është i interesuar. Akrepi, zhduket për të mbijetuar dhimbjes. Akrepi nuk zhduket nga indiferenca, përkundrazi shpesh zhduket sepse ndjen shumë. Nëse akrepi ndihet i tradhtuar, i zhgënjur apo i ekspozuar emocionalisht, reagimi i parë është të ndërpresë çdo kontakt. Për të kjo është një formë vetë mbrojtjeje, nëse largohet i pari nuk mund të braktiset. Shigjetari, liria mbi gjithçka. Shigjetari është shenja e aventurës, ata hyjnë në fillim të një lidhje me pasion, energji dhe buzëqeshje, por kur marrëdhënia nis të kërkojë stabilitet, ata ndihen të kufizuar. Pikërisht atëherë vjen zhdukja, jo sepse nuk kanë ndjenjë, por sepse e urren rutinën. Për shigjetarin çdo kapitull ka një afat, kur mbaron, ai ecën përpara pa shpjegime. Peshqit, romantikët që ikin nga frika. Peshqit janë ndërrimtar dhe shumë emocional. Jetojnë gjithçka me intensitet të madh, por kur e ndjejnë se prralla po mbaron, fillojnë të tërhiqen në heshtje. Nuk e bëjnë nga egoizmi, por sepse nuk përballojnë dot konfliktin dhe kanë frikë të lëndohen të parat. Ujori, kampioni i zhdukjes së ftohtë. Ujorët vlerësojnë pavarësinë mbi çdo gjë. Ata janë shpesh emocionalisht të rezervuar dhe kur ndihen të mbytur nga ndjenjat e dikujt tjetër, reagimi i tyre është të shkëputur menjëherë. Për ujorin zhdukja është mënyra më e thjeshtë për të rifituar hapësirën e tij. Në këtë sjellje nuk shihet mungesë interesi, por frika për të treguar dobësi.